Ushtria amerikane ka konfirmuar se ka kryer sulme ndaj objektivave në jug të Iranit, duke i cilësuar ato si veprimeve mbrojtëse për mbrojtjen e forcave amerikane në rajon. Sipas kapitenit Tim Hawkins, zëdhënësi komandës qendrore të SHBA-s, sulmet kishin në shënjestër vende të lëshimit të raketave, si dhe anije iraniane që po përpiqeshin të vendosnin mina detare. Hawkins deklaroi se operacioni ishte ndërmarrë për të mbrojtur trupat amerikane nga kërcënimet e paraqitura nga forcat iraniane, duke shtuar se CENTCOM vazhdon të tregoj për mbajtje gjatë anëpushimit që mbetet ende në fuqi. Ky zhvillim vjen në një moment të ndjeshëm diplomatik, pasi si Washingtoni, ashtu edhe Teherani kanë sinjalizuar përparim në bisedimet për paqe, edhe pse ende nuk është konfirmuar një marrëveshje zyrtare mes palëve. Donald Trump deklaroi gjatë fundjavës se po diskutohen detajet përfundimtare të një marrëveshje të mundshme, ndërsa një zëdhënës iranian pas se palët kanë arritur një kornizë mirëkuptimi, por procesi nuk është finalizuar ende.